Përshëndetje nga Kevini, apet si çdo ditë tjetër, kjo fjalë më ka mbet në kokën time. Sot top 5, top bizneset kena mi taku. E tash para shtatorit është një çështje se këtë prind e hulumtojnë, e ksyrin edhe e zgjedhin çka shkollën më të mirë për fëmijët e vet. E për këtë arsye, çka ka më shumë të nevojë, cila është biznisi ose shkolla më e mirë, me një fjalë, unë kam shku me taku edhe me ksyr pse, edhe me tregu që vlen mi pru fëmijët aty në atë shkollë. Cila është ajo shkollë? Shkolla finlandeze, shkolla top 10 më e mirë në krejt botën, është në Kosovë, edhe kena më shku mi tregu nga afër çysh mësohet, çfarë pajisje kanë edhe pse është më inovative. Edhe tjetër çka ka shkolla finlandeze që e di unë e pam, më kallëzu ata, është edhe puna praktike. Japin rëndësi shumë praktikës për me rrit kreativitetin tek fëmijët. Hajde bashkë me mua të shkojnë atë shkolla finlandeze të ksyrim. Pse duhet më shku aty? Vetëm kena mbrit tek shkolla finlandeze në oborrin e kësaj shkolle për na pret drejtori, cilën e përshëndesim shumë edhe faleminderit shumë për pritjen. Faleminderit shumë për vizitën. Po emisioni këtë quhet Top. Kështu që na vetëm e kena zgjedh shkollën finlandeze, për arsye se është top. Po cila është edhe ajo arritja tjetër që po duhet ti me cek, që është në top? Top 10 të botës nga World's Best School Prices. Qysh ju ka bë fillimisht me undje edhe çfarë dallimi bën? Normalisht jashtëzakonisht mirë, është arritje shumë e madhe për shkollën, është arritje për nxënësit, mësimdhënësit tanë, po është arritje edhe për Kosovën, që një shkollë nga Kosova me arrit me qenë në top 10 në botës nga rreth 10.000 shkolla që janë vlerësu vitin e kaluar. Ne jemi vlerësu në kategorinë për environmental action ose veprimi mjedisor. Normalisht ka dhe shumë për të bë, por të qenurit në top 10 që të botës besoj është një arritje jashtëzakonshme që pak po themi institucione, organizata në fusha tjera në Kosovë ndoshta munden me arrit. E kam edhe një pyetje tek emri i shkollës, shkolla finlandeze. Dikush që dëgjon për herë të parë, po du m'ja shpjegu se çka ne kupton kur ta dëgjojna me shkollën finlandeze. Çka do ne me thonë si shkollë? Do të thonë se shkolla përdor sistemin finlandez të edukimit dhe kurrikulën bërtham të Finlandës, e cila çka nuk kupton është një model ndryshe, është një model i të tashmës, jo të ardhmës, për shkak se me ndryshimet që po ndodhen në botë me inteligjencën artificiale, ato që na kemi thonë gjithmonë e ardhmja veç ka arritur. Shkolla jonë është ajo që lën shumë sisteme, shumë shkolla në botë e synojnë. Një model i arsimit me nxënësin në qendër, ku mësimi është shumë praktik, ku nxënësit zhvillojnë shkatësi për jetën, po aq sa ato për akademin, ku gjithçka që bëjnë ka kuptim. Ne e përdorim edhe një model të quajtur phenomenon-based learning, mësimi të bazuar në fenomene, ku kombinojmë lëndët, kombinojmë klasët, grup mosha të ndryshme, për të studiu fenomenet të caktuara, edhe përmes tyre për me kuptu ma mirë se si funksionon vetë bota, si funksionon çdo proces të themi në botë. Pastaj, ne nëse mësojmë për shembull për bukën, duke fillu nga gruri, mielli, buka, gatimi, aty mësojmë kimi, mësojmë pastaj biologji, mësojmë matematik, mësojmë kombinohen shumë natyrë, mësojmë do të thonë shumë lëndë bashkë. Unë ku morën pjesë disa aktivitete që i bëni kështu me nxënësa që ata vetë kanë kriju disa ekspozita, disa mini shfaqje kështu. Po dilli edhe doshta me thonë se nisëm pak vrrëll shumë kështu. E shpjegum, po macina në oborë edhe njerë në këtë hapësirën, kisha dashur me na tregu shpejt. Çka ka në këtë hapësirë? Perfekt. Këtu kemi fushën e basketbollit, volejbollit edhe tenisit. Në anën tjetër e kemi ndërtu një fushë të re të futbollit, ose që i thonë AstroTurf, me atë dyshemen e butë.
për futboll edhe për tenis. Pastaj janë 3 fushat të padelit. Po më duket është fushat e vetme të padelit spaku nëpër shkolla. Nëpër shkolla gjithçysh. Në ndërtim gjithashtu është pishina gjysmë olimpike 25 metrëshe, ndërsa pishina tjetër 14 metrëshe veç është e përfunduar që qysh nga viti kaluar, ma vonë do ta vizitojmë është këtu. Këto të shfrytzueshme. Këto të shfrytzueshme. Gjithashtu edhe mbrapa shkollës është dobori tjetër për fëmijët deri në klasën e 4 për të vegjëlit me playgrounds, me ato lodra cilët fëmijët i dëshirojnë shumë edhe cilët i shfrytëzojnë gjatë pushimeve brenda shkollës. Është për të cekur që në shkollën tonë çdo 45 minuta, fëmijët dalin jashtë për 15 minuta për të marrë ajër të pastër, për të freskuar, për të qenë aktiv fizikisht, për të relaksu edhe për të fillu një orë të re pastaj me plot energji. Okej, do të thonë hapësirat unë këto kom i taku, edhe këto hapësirat kom shku edhe vetë me i ksyr. Do të thonë hapësira fillestare është kjo. Po. Kjo është holli i shkollës. Nëse shqyqeni, është një hapësirë shumë e bukur, shumë motivuese, e hapur multifunksionale. Fillojmë me shtëpinë, the house. Okej. Edhe të tregojmë pse kemi ndërtu këtë. Baza që fëmijët të mësojnë sa më shumë është që ata të jenë të sigurt, të ndihen të sigurt. Fëmijët nuk ndihen askund më të sigurt se sa në shtëpitë e tyre, në familjet e tyre. Duke ndërtu shtëpinë, fillimisht kemi dashur me i bë fëmijët me u ndi si në shtëpi, me u ndi të sigurt. Kjo e para. E dyta, mënyra që është dizajnu pastaj hapësira, është mundësia atyre që ata të shijojnë çdo minutë të tyre dhe gjatë kohës sa ata janë duke shiju kohën e tyre, janë duke mësu në mënyrë të pavetëdijshme. Mësimi më i rëndësishëm është mësimi i pavetëdijshëm, kur fëmia nuk e kupton që po mëson, e nuk është i sforcuar që të mësoj, po mëson pavetëdijshëm. Po tash ne po duhet pak edhe mu lidh për do pyetje që unë i kom, e nashta ti mundesh më jap përgjigje. Po, vetëm sa po thonë me një diçka tjetër. Në anën tjetër veç po duam ju shpjegoj edhe Kuntën. Kunta është qyteti jonë brenda shkollës. Mos harrojmë fëmia kalojnë këtu 8 orë. Kohën më të madhe sa janë zgjuar gjatë ditës e kalojnë në shkollë. Në Kunta fëmijët bëjnë role të ndryshme, punojnë në qeveri, punojnë në bank, punojnë në kompani të ndryshme, edhe në këtë mënyrë e kuptojnë se si funksionon ekonomia, si funksionon shoqëria, zhvillojnë shkatësi ndërmarrëse, ndërkohë përmes inteligjencës artificiale ne marrim dhëna për stilin e tyre të mësuarit, për qasjen e tyre ndaj mësimit, edhe këto dhëna pastaj përdoren arsimtarët për ta personalizuar mësimin për secilin nxënës. Baza e shkollës finlandeze është mësim i personalizuar. Secili fëmijë ka planin individual të mësimit, edhe pastaj monitorohet në bazë të arritjes së atij plani gjatë gjithë vitit. Kjo pyetja me kë ndoshta që bash konkret tek pyetja, po në po du me ditë stimulimi tek fëmijët. Unë mendoj që për shembull për mu bë pak me të rrit IQ-ja, po them, ose me kon pak ma që mundesh me lëviz një jetë me një fjalë, që mundesh me arrit një cak të mençërisë ose dijes, është edhe stimulimi i trunit tek fëmijët ose edhe tek të rriturit. Domethënë ky aktivitet a shkon edhe direkt tek stimulimi i trunit vet. Shiço. Është ngacmimi i trunit mësimdhënëse që diapazoni hapet. Shumë e vërtet. Tash, një prej arsyeja kryesore pse na kemi vendosur me themelu shkollën finlandeze dhe kemi marrë sistemin finlandez, ka qenë një studim që kam lexuar para shumë viteve, tash mbi 10 vite, të 2 studiuesve të NASA-s, cilët i kanë vëzhgu 1 milion fëmijë të moshës, kanë filluar me moshë 5 vjeçare derisa ato janë rritur. Në moshën 5 vjeçare, kur i kanë testuar fëmijët, 98% e tyre kanë tregu genialitet në kreativitet. Do të thonë niveli i tyre kreativitetit ka qenë gjenis. Në moshën 10 vjeçare ka rënë 30%. Në moshën 15 vjeçare ka rënë 10%. Në moshën 22 vjeçare ka rënë 2%. Nga 98% si fëmijë që jemi gjeni në kreativitet, kur rritemi vetëm 2% e njerëzve vazhdojnë ta mbajnë atë genialitetin e tyre, po themi, sa i përket zhvillimit kreativ.
Kjo ka qenë një për studime ma shokuese ndoshta në historinë botërore dhe arsyeja kryesore pastaj pas solumtimeve të tjera ka dalë që është shkolla. Shkolla po e mbyt kreativitetin. E na bëjmë të kundërtën shkollën finlandeze. Është pikërisht e kemi ndërtuar një model, një mjedis e cili e stimulon kreativitetin e fëmijëve. Kreativiteti është në qendër, sidomos në kohën e inteligjencës artificiale, ku informata është lehtë e qasshme, ku dija nuk është monopol. Kreativiteti është ajo që e bën diferencën. Ne po dojmë bëni një shkollë e cila është human centric, ose me njeriu në qendër, jo teknologji në qendër. Edhe pse jemi shkollat që përdorim më shumë të teknologji ndoshta në rajon, por teknologjinë e përdorim vetëm për të zhvilluar kreativitetin njerëzor, për të zhvilluar humanizmin. Që për më mësu më hulumtimi është epike, është kyç në çdo drejtim. Këto e vizitum para shkollor, okay. Dhoma është kjo dhoma dhe dhoma tjetër, e cila përdoret edhe për sidomos për këto në mëngjes, takimet e mëngjesit që i bojnë fëmija, pastaj përdoret edhe për pushim. Këto që përshim në disa projekte të nxënësve të shkollës fillore. Këto janë klasa parë dhe parashkollor, të cilat janë ekspozuar në panairin e shkencës dhe inovacionit që bëhet çdo vit në shkollën tonë. Vetbesimi është baza e të mësuarit. Thash më herët, fëmijët vetëm nëse ndjehen fillimisht të sigurt dhe kanë vetbesim, munden me mësu. Për neve kjo është shumë e rëndësishme. Na ndërtojmë një mjedis pozitiv në shkollë. Nëse shiqen edhe te aspekti i bullizmit për shembull dhe aspekti i mirëqenis fëmijëve. Na përdorim një model finlandez, Kivo, i cili i fuqizon vetë fëmijët për të qenë ndërmjetës ose mediator, që mi parandalu konfliktet e jo me zgjidh problemet post-konfliktoze. Kjo e para. E dyta, një mjedis ku secili respektohet. Ku fëmija respektohet, arsimtari respektohet, punonjësit e shkollës respektohen, edhe krijohet një mjedis pozitiv, pa ngarkesa, cilët pastaj reflektojnë normalisht edhe në suksesin e nxënësve. Kjo është një pikë klasave, tash do t'i shkojmë këto në klasat fillore. Klasat tona janë ne i themi active learning classrooms. Klasa mësimit aktiv ku tavolinat munden me lëviz gjatë ditës dhe ndrojnë format varësisht se çka bëjnë nxënësat. Kjo për shembull është vendos tash se në formë të po themi. Mëse kanë edhe një rutinë, por nëse shohim klasë tjera janë ndryshe. Secila klasë pastaj ka edhe një mini amfiteatër, ma vonë sjellim edhe si sofa në secilën klasë, në mënyrë që fëmijët të ndrojnë formën e të ulurit të tyre, për shkak se është shumë e rëndësishme që ata ndihen sa më komod. Mësimi me nxënësin e qendër nënkupton që ne i përshtatemi mënyrës se si fëmia mëson e jo fëmia na përshtaten neve. Na i përshtasim klasën, forma të ulurit, disa fëmijë për shembull kanë qef me mësu shtrit. Nuk munden me nejt ulën edhe me mësu ulën. Disa fëmijë kanë qef me mësu vetëm në grupe. Disa fëmijë janë shumë më individual. Unë për shembull që kom has me një shkollë tradicionale të Kosovës. Unë jam qenë si fëmijë hiperaktiv. Edhe lëvizjet e mia të shpeshta më kanë bërë herë me mëçit për orës. Po, normalisht. Plani individual i mësimit është baza e çdo gjëje. Për shkak se sot përmes inteligjencës artificiale kemi mundësi shumë më tepër me ofru mësim të përshtatur ose adaptive learning, mësim të personalizuar ku inteligjenca artificiale, domethënë chatboti, e të kupton personalisht ty edhe ta përshtat formën e të mësuarit. Ato e përdorim na normalisht si mbështetje, po baza janë mësimdhënësit e fortë. Ne kemi jemi shumë kënaqur, mësimdhënësit tanë janë mësimdhënësit absolutisht më të mirë, ndoshta jo vetëm në Kosovë, po edhe në rajon dhe më gjerë, për atë arsye dhe kemi arrit me këto që po thuan është edhe që është 100% qëllimi, fokusi ndaj nxënësave. Absolutisht, nxënësi në qendër është fokusi jonë. Tash, edhe një klasë tjetër, kjo është klasë e artit të shkollës fillore.
Të ne arti dhe kreativiteti janë baza. Me thonë jemi shkolla vetme, po më duket në Kosovë që i mbajmë nga 2 deri në 3 orë art dhe punë dore nga klasa 0 deri në klasën e 12. Studimet po tregojnë që dhënia e rëndësisë së artit i ndihmon fëmijët të mësojnë edhe shkencat. Domethënë edhe nëse ti je shumë i fortë në shkenca, don me studiu mjekësinë, je i fokusuar në biologji, kimi, duke mësuar art, ajo të ndihmon pastaj. Arti është edhe proces që të shtin me menu. Absolutisht. Që ajo është që me kriju mbi me menu kriju çka. Biblioteka, kemi një bibliotekë të vogël, por shumë të përdorshme. Tash, kur jemi te më të rriturit, po themi, 16 vjeçarët, këtë vit, për herë të parë e kemi introduce, po themi, një program të ri të quajtur University Bridge. Çka nuk kupton University Bridge? Nxënësit e klasës 11 dhe 12 në shkollën finlandeze fillojnë që nga klasa 11 të përgatiten për universitet. Si e bëjmë atë në disa forma. E para, nxënësit e klasës 11 dhe 12, 50% të orëve mësimore i mbajnë në objektet e UNIT, Uni powered by Arizona State University, në objektin e universitetit. Jemi me fat që jemi afër njëjtin kampus, edhe 50% tash do të shkojmë pak edhe andej me pa kampusin, sa për të pa, më ndonë është kampusin është ma modern, pra po thëmë në rajon, në mënyrë që ata me undje më të përgatitur për universitet. E para. E dyta, për çdo vit kanë me i marrë së paku 30 certifikata të ndryshme direkt nga Arizona State University. Në fushat të ndryshme, në fushat të tyre të interesit, të cilët i ndihmojnë ata të kuptojnë më mirë se çka po dojnë me studiu e para, po edhe ju ndihmojnë atyre në aplikim. Sa ma shumë certifikata, është ma let me apliku në universitete, top universitete, me marrë bursa në për botë. Tjetër, ndjekin një landë në semestër bashkë me studentët e universitetit, edhe marrin kredi për atë land, kredi të transferueshme, të cilët mund t'i transferojnë pastaj kudo që shkojnë me studiu. Gjithashtu e kemi si vjet e kemi marrë një platformë Bridgeu, platformë për përgatitje dhe aplikim në universitete në gjithë botën, ku fëmijët fillojnë me ndërtu nga klasa 11 portofolin e tyre, me gjitha certifikatat, punëtoritë ndryshme që i ndjekin, lëndët, vullnetarizmin, esejt, krejt i vendosin aty, edhe pastaj aplikojnë me një klik në top universitete, për shembull mund me apliku në 200, 300, 500 universitetet njëjtën kohë direkt. Kemi dërgu me 10 student në top universitete në SBA, në Britanitë e Madhe, në Evropë, sidomos në Gjermani, Holland, në Vjenë, kemi disa student, në Çeki, vitin e fundit kemi pas disa nxënës që kanë shku, kështu që qëllimi jonë është sidomos të shkolla mesme, ti përgatisim nxënësit tanë për jetën, për botën dhe për studimet e më të tjeshme. Normalisht nuk është lehtë me i motivu nxënësat sot, sidomos në kohën e teknologjisë, ku gjatë gjithë kohës jemi me një mjet teknologjik në dorë, një telefon, një iPad. Nxënësat tanë secili ka iPadin e tyre personal, domethënë jemi shkollë one-on-one iPad që i thuhet, nuk është gjithmonë e lehtë. Por çu thash, çështja e personalizuar, ku na secilit nxënës ja kuptojmë interesat e tyre, ja kuptojmë fokusin e tyre, e bën shumë atë lehtë që nxënësit të jenë të motivuar dhe të mësojnë, po themi, me dëshirë. Kjo është gjithashtu kabineti tjetër i artit dhe punë dorës. Qush po shihni, i kemi atje edhe disa maqina të qepjes. Rrobaçepsia është shumë e rëndësishme për shkak se zhvillon edhe aftësitë kognitive, po edhe ato motorike. Domethënë nxënësit edhe janë aktiv fizikisht, po edhe mendërisht. Domethënë kur punon në maqinë ke me këmbë, me dorë, edhe me koordinimin edhe me mendje. Kjo është kabineti muzikës, është i pajisur me gjitha veglat muzikore, nga piano, te gitarat, te tupanat, ukulele që është
edhe një instrument, po themi, tradicional i Finlandës, perkusionet të Ndryshe edhe vegla tradicionale shqiptare. Edhe vegla tradicionale shqiptare gjithsesi, edhe shumë me rëndësi. Disa prej këtyre veglave janë vegla që janë kriju nga vetë nxënësit gjatë pjesës panajirit për shkencë dhe inovacion. Muzika është shumë e rëndësi, 2 orë në javë nga klasa e parë gjithashtu, për shkak se i ndihmon nxënësit në të gjitha aspektet tjera, si në shkenca, si në jetë. Kjo është kabineti i ekonomisë shkollore dhe ekonomisë familjare. Këtu nxënësit mësohen të gatuajnë, të lajnë, të fshin, të hekurosin, të bëjnë punë të shtëpisë, që t'jenë të përdorshëm për vetveten edhe për familjet e tyre. E para e dyta mësojnë shkencë me përbërës të kuzhinës. Kuptojnë se si funksionon shkenca në mënyrë praktike, duke gatu, duke kombinu përbërës të ndryshëm, qoftë kimik si kripa, ose fruta, perime të ndryshme, ata mësojnë shkencën në mënyrë praktike. Dhe më dhënë është një prej, për mu është laboratori ndoshta ma i rëndësishëm, ma interesant. Edhe ma interesant shumë. Jemi të indru këto pajisjet, kemi ble pajisjet e reja për me indru këtë vit, faleminderit. Për neve mësimi ndodh në çdo hapësirë, jo vetëm brenda klasës, ndodh në për korridore, mënyra që i kemi dizajnu me korridoret janë që nxënësat mësojnë, ndodh në vizita studimore që i bojnë brenda Kosovës, jashtë Kosovës, në marsi kemi dërgu një grup prej 12 nxënësish në Londër, në një program 4 ditor të teatrit edhe dramës, ku kanë vizitu krejt teatrat më të famshëm të Londrës, duke përfshi edhe teatrin Glob të Shakespeare-it, kanë pa shfaqje, i kanë pa 12 shfaqje, kanë ndjek 2 punëtori, me top instruktor, dhe më thënë njeri nga cilët ka punu në disa prej filmave më të famshëm në botë, sigur edhe Mission Impossible, ka qenë instruktor edhe i Tom Cruise-it në Mission Impossible, më nxënësat tanë kanë pas fatin me punu me atë person për rreth 2 orë ka qenë punëtoria, kështu që na mundohemi me kombinu atë mësimi ndodhet në gjithë botën, shumë ma me rëndësi është me shku me pa vulkanin e Vezufit, për shembull në Napoli, se sa me mësu vetëm brenda klasës. Po kur nuk mundemi me shku atje, atëherë shpesh e përdorim edhe realitetin virtual, që përmes realitetit virtual me shku direkt në Vezufi edhe me pasës se çka nënkupton, dhe më thonë të qenurit afër në këtë rast ati vulkani. Na falim për kreativitetin e nxënësave, se është gjithmonë mirë për me qitë me konë sa ma shumë kreativ. Për me arrit qitë qëllim, është stafi kryesor që du të me konë kreativ, e këto ideja që pëthu ti me shku me vizitue, që shbat një organizim, që shbat një ide, edhe një zhvillim që me shku, me taku diçka edhe me po. Që në fillimisht stafi jonë është shumë i përzjedhën. Na kemi fatin që mundemi i përzjedhë më të mirë, për shkak se shkolla finlandeze është, po themi, dream job. Është ëndër për shumicën e mësimdhënësve në Kosovë, po dhe jo vetëm në Kosovë, me ardhë me punu këtu. Kështu që kemi fatin me i përzgjedh fillimisht më të mirët, se aplikojnë më të mirët. E dyta, naj zhvillojmë dhe i trajnojmë stafin gjatë gjithë kohës. 3 deri në 4 javë para fillimit të shkollës, para shtatorit dhe në qysh në gusht, mësimdhënësin tanë vinë dhe ndjekin 3 deri në 4 javë trajnime, orientim dhe përgatitje për vitin e ri shkollor. Pastaj gjatë gjithë vitit kemi trajnim, zhvillim profesional të vazhdueshëm. Gjithashtu kanë qasje në mjetet, në teknologjitë më të avancume që ekzistojnë. Na kemi qenë prej fillimit shumë të fokusum nga përdorimi i teknologjisë në mësimdhënie, edhe mësimdhënësat tanë kanë arritur që me u trajnu, me u zhvillu, edhe me përdor teknologjinë edhe për zhvillim të tyre profesional. Për atë arsye është shumë e rëndësishme kjo. E tash unë vetëm për ju tregoj disa hapësira që janë vetëm ndërtim me sipër. Janë 2 fushat padelle që kanë më kënaqur të luajt.
nxënësat e kësaj shkolle, plus edhe ku të bëhet pak më ertë, brenda që shdoket, edhe një fushë futbolli që është ndërtim me sipër, gati në përfundim, edhe interesant është që është edhe kjo maratona që edhe mund me bën ndaj aktivitet të vrapu. Derisa shkolla finlandeze top. Po punohet të shkolla finlandeze është edhe hapësira e pishinës të jashtme, do të thonë e pom brenda, edhe kjo është vetëm duke u finalizu jashtë. Kanë mu knosa, që se po ta unë e një shkollë, që shto ku jem honë majeri, po që. One of the key principles in Finnish education and here in our school is learning by doing. And it's very important that students learn through projects and other practical activities, through collaboration with others. And it's not only receiving the knowledge, but they learn to understand it and how to use it in the future. A learning environment is one of the key words in Finnish education and also here in Finnish School of Kosovo. Learning environment should be safe, secure and supportive to all learners, and that's what we are doing here in our school. I think that we have this open space here and we have outside where our students can play and be creative. So I would say that learning environment outside the classroom and inside the classroom, they are hand to hand. For us, education is not only achieving good academic results or good grades. It's about developing knowledgeable, responsible, creative and independent young people who are prepared for the future and for the life. Kjo do më thonë ka vizita jam në shkollën finlandeze e i pat, besoj që me krejt atësin tonë kohën, kena mujtë me ju të regu këtë gjanat e mira që i ka kjo shkollë, kështu që në veç i bëj thirrje për stimulim, kreativitet, dërim, arritje, dije, e gjithë shka tjetër, mos ndroni shkollën finlandeze.